është një ofertë e sinqertë para qytetarëve të Kosovës. Ofertë e sinqertë në sytë e mi do të thotë normalitet, do të thotë zhvillim ekonomik, do të thotë financa të rregullta, do të thotë rritje pagash, do të thotë që Kosova me bo një hap drejt asaj që quhet jetë normale në një shtet në Ballkanin Perëndimor, në Evropën Juglindore, edhe me ullë, me bisedu, me partnert, e thanë kolegët që Kosova është një demokraci e koalicioneve, kemi kalu në për një test të rëndë, kemi kalu ku një parti e ka pas pushtetin për 4 vite, në vitin e fundit e kemi pas një surrogat për cilin mram zoti Matoshi e ka përmend disa herë, nuk du të futem në ato sepse s'jam jurist, edhe jemi në një situatë kur... Surrogat në gjuhë shqipe dhe më thonë në qorbë të presht, se s'kuptojnë ata që po dëgjojnë. Kemi pas një qorbë të presht. Faleminderit, Mil, edhe e kemi një situatë ku e kemi një kandidat serioz, i cili qytetarit Kosovës... Qaja pilexon mesazhet të Dejunës, që të ja që Fatimës pja që Dejuna, mesazhet e ty. Kur pyetni për vota zoti Arben, unë vërtet mendoj që 28 dhjetori, e kam thonë publikisht se postoj shpesh në Facebook, 28 dhjetori ka me qenë autogoli maj madh politik i Albinit që e ka bo, në zedhe deri tash, sepse me datën 28 dhjetor, zotit Kurti do t'i ikin një 20-30.000 votus në pushimet e tyne në për, sidomos në të sferat urbane që i kemi, të qyteteve të Kosovës, dhe se veç këta të vëzdin më skjot, se këta katunarë të zdit. Dhe vjen një pjesë absolutisht e panjohore e Kosovës, e cila për kohë gjatë ndoshta s'ka votu, ajo quhet diaspor, dhe nuk është pjesë e inxhinieringut votues të lëvizjeve. Pajtojmë me këtë pjesën e diasporës, sepse votuesi që vjen për të votuar këtu, nuk ka votuar nga atje, pra nuk është pjesë e këtij 77.000 votuesit. Është e panjohura e madhe, lëvizja vetëvendosje nuk ka më shumë se 40 deri në 50.000 vota. Kur thua ikin 20.000 votues.